Mi mbrëmë takohemi së bashku në emisionin Konak këtu në televizionin Sot 7. Sonte në Konak do t'jemi me Fatos Bylukbashin, piktor, skulptor. Fatos, faleminderit që jemi së bashku. Faleminderit gjithashtu, përshëndetje. Ju jeni korçar, po jetoni në Gjermani? Sakt, prej vitit 1992. 92-shin jeni larguar nga Korça? Po, dhe vazhdoj përsi të jem atje aktiv, domethënë jo direkt me artin pa marrë, por që në shinat e artizanatit e dizajnatit, si dizenjator, bëhet në një piktur morale, ose të në porosi portretesh, po që se kam braktisur artin. Korça të mungon? Mund të thuash me mungon kur se kam, po për fat të mirë vi shpesh edhe balancoj pak atë mallin dhe të qenit largë, domethënë nuk e ndjej shumë sa dikush tjetër që jeton në Australi dhe vjen rrallë. Ndërkohë, pra, më tepër është një arsye më shumë, është familja që ju sjell këtu? Familja, shoqëria, nostalgjia, bashkohen. Arsyen s'mund ta dim gjithmonë, se ndjenja s'mund të shpjegohet, po mendoj se këto janë. Nga 92-shin në 2025 në Korça të duket se kanë ndryshuar? Po, ndryshimi duket qartë. Nuk është ajo që ka qenë në ato vite, ka qenë thuaj se monizëm, ende kur e kam praktisur Korçën, në 82 ishte direkt mbasi erdhja e ashtu quajtura demokraci, por jo se kishte ndonjë ndryshim të madh për sa i përket arkitekturës apo. Ju keni marruar për pikturë. Për pikturë. Në shkollën e mesme të FTT Korça, shkolla artistike, dhe në ato vite që prisja, domethënë, të fitoja konkursin, bënja dhe... Në Akademinë e Arteve? Po, në Akademinë e Arteve. Shkonim, punonim në artistike, jo vetëm unë, po gjithë brezi ynë. Aty ku na çonte në atë kohë partia, dhe atje vazhdoja përsëri, domethënë, aktivitetin si artist në Gdande Kocka. Aty ishin një grup artistësh që kanë punuar në ndërmarrjen artistike në reparte të ndryshme të kësaj ndërmarrje. Sakt, madje ata mendoj unë se kanë çuar edhe më tej artin e të modeluarit, apo edhe kanë sill freski në modelet e reja që mund të përmend tani të keramika, artistin shumë të njohur, domethënë për korçarët, Vllazitili ka bërë shumë figurina, modele në keramik, ka qenë një grup edhe te byroja modeleve kanë qenë artist, Pir Dollaku ka qenë atje, Fiqiri Progri kanë qenë dhe të tjerë që fatkeqësisht tani nuk më kujtojnë të gjithë. Po të gjithë këto emra do janë të njohur që kanë bërë jetën artistike të jetë sa më shumë aktive në qytetin e Korçës. Kanë dhënë kontributin e tyre, direkt apo indirekt. Fatos, shkuat në Gjermani, shkuat me penel, telajo, me vete, për të thënë se unë ditë pikturoj, unë ditë bëj punë të kësaj natyret, apo? Tani, faktikisht, unë kam patur si ëndër rinore, dhe mosh relativisht të re që kam dalë unë, ka qenë jo patjetër që t'ju tregoj atyre se kush jam unë, po për të parë botën me sy se ishin të izoluar deri në atë moment, dhe thjesht për të parë botën, artin, arkitekturën, dhe jo pikërisht Gjermaninë, para se shkojnë në Gjermani që dita gjysmën e Evropës. Po ishte thjesht ajo dëshira rinore për të parë botë, për të ushqyer me atë që na mungonte. Jo se doja patjetër që të shkoj dhe të zhvilloj aktivitetin si artist, madje kam shkuar si tranzit, si të thuash, me idenë që do shkoj diku tjetër, apo do kthehem diku tjetër, ndoshta dhe vazhdoj studimet e larta në Vjenë, apo në Karlsruhe. Domethënë, ishte diçka e papërcaktuar. Dhe erdhi pastaj rastësisht me kontaktet e atjeshme, erdhi ai, domethënë, pak a shumë kjo që lash në Shqipëri e gjeta dhe atje, le të themi. Domethënë, në fushën e artit. U vendoset në Gjermani përfundimisht në çfarë vitit? Në tetor të 92-shit. Të 92-shit. Aty pastaj filluat Atje pastaj me Gdhendjen e Gurit fillimisht, dhe nëpërmjet asaj fillova me dizenjimin e monumenteve dhe të përmendorëve.
Pra ju bëni dizajn të tjerët e ekzekutojnë ata ekzekutojnë realizuar ju. Po, saktësisht dhe me atë punë merrem edhe sot. Po, ndërkohë, bojrat, peneli ishte një Ato kursi kam darë, gjithmonë, sa kam patur mundësi, kohën e lirë, e kam shfrytëzuar. Madje edhe kur s'kam patur penel apo tele para meje, i kam ndërtuar në tru. Edhe, pastaj... Pikturën apo skulpturën, edhe kam ekzekutuar kur ka ardhur momenti. Si të thuash një farë koleksioni që mbetet si në kompjuter të qipi ku mbeten idet, mbetet edhe në tru kur vjen një moment, po fatmirësisht s'janë arruar. Dhe mbeten si projekte të hapura. Prej 3 vitesh jeni kurator i kolonisë pikturës më të madhe në juglindjet vendit Ditët e Mios. Ka ardhur një ftesë nga Korça për ju? Unë faktikisht kam marrë pjesë që kurse ka nisur si aktivitet, që në 2008 kam qenë i ftuar. Si piktor? Si piktor, si pjesëmarrës, po. Aso kohë ka qenë drejtor Vladimir Topi, dhe prej atij kam marrë ftesën fillimisht, më vonë në 2010 përsëri isha pjesë e kolonisë. Disa vite me radhë nuk isha më pjesëmarrës, sepse sigurisht që duhet të vinë edhe autorë të tjerë, mund të jetë gjithmonë i njëjti, që ftohet çdo vit. Vitin, domethënë përsëri hera e tretë që unë u ftova si pjesëmarrës në koloni, ka qenë në 2022-shin, dhe më propozuan pastaj drejtoresha aktuale Blerta Vellu, më propozoi që të bëhesha kuratori kolonisë së ardhshme, respektivisht 2023-shit. Pra 2023 deri sot, deri në këtë koloni këto pak ditëve që është mbyllur. Këtu ftohen piktorë që vinë nga shumë vende të rajonit, me tej, madje edhe piktorë të njohur botëror. Ky ka qenë edhe mendimi dhe synimi i organizatorëve që të më caktonin mua kurator, pasi unë kam kontakte edhe jashtë vendet, marrë pjesë në tubime artistësh, simpoziume, koloni, por njoh edhe në ditët e sotme sigurisht që është mundësia edhe internetit, ku edhe pse nuk e njohim personalisht një autor, jemi miq virtual, të cilit mund të çohet një ftesë duke propozuar të marrë pjesë në koloninë në ditët e Mios të Korçës. A e mirëpresin ftesën tuaj piktorë të kësaj kategorie? Deri tani e mirëpresin dhe madje shumë prej tyre domethënë luten që të marrin pjesë, sepse ka bërë një emër të mirë kolonia Ditët e Mios. A kanë, po? Shpesh marrë prej tyre një lutje, a mund të jem pjesëmarrës në vitin e ardhshëm. Kjo për shkak sepse tashmë është jo vetëm solide, po është vërtet e njohur kudo dhe ka bërë një emër të mirë. A ka piktorë të cilët kanë pak informacion për Shqipërinë, për Korçën? Shumicë e tyre mund të themi, sidomos e pjesës jashtë kufive territorial shqiptar apo edhe shqiptarisë. Domethënë nëse ka informacion për Korçën, janë shqiptarët e Kosovës, Malit të Zi, Maqedonisë, po kur është fjala pastaj për tej, si Gjermani, Finland, Australi, Kinë apo dhe më tej, Korçën atë. Se nga gjitha këto vende janë bërë pjesë e kolonive të pikturës Ditët e Mios? Sakt. Në momentin kur më falë se po s'kemi mbetur vetëm në kufit e Ballkanik, po kemi dalë jashtë kufive të Ballkanit. Në momentin kur ata vizitojnë, pra duket se të gjithë artistët pritën tek shtëpia muze e Vangjushmios. Në momentin kur përballen, pra sepse aty vajza e Vangjushmios për fatin e mirë kujdeset për të gjitha punimet e ekspozuara të piktorit të madh të peizazhit shqiptar Vangjushmio, kur përballen me punimet e tij, si reagojnë? Të gjitha refleksionet deri tanishme kanë qenë pozitive dhe jo vetëm me artistin Vangjushmio, por edhe me tërësinë, edhe me shtëpinë, edhe me vendin ku ndodhet, dhe me Korçën në vetvete, njerëzit kanë një fascinacion, le të theme. Sepse nuk e presin. Mendojnë se do shkojnë diku, ashtu edhe si janë mësuar, se shpesh kolonit bëhen në një ambient të vogël, diku në një resort, apo në një ambient më të ngushtë,
se kjo hapësirë që i krijon Korça artistit. Në koloninë ditës të Mios, ata prezantojnë me të gjithë Korçën, jo vetëm me një pjesë të kufizuar të saj. Dhe startin e marrin pikërisht te shtëpia e Vangjushmios, ku shohin domethënë larmin e punimeve të tij, fotot, vizatimet, peizazhin, nudot, portretet, dhe atje marrin, si të themi, atë shtysën e parë për të parë, atë spuntën e parë për të parë diçka më tepër nga Korça, dhe atje fillon edhe ai mendimi pozitiv i Korçës. Ne kemi diskutuar së bashku në momentin e parë të krijimit të kësaj kolonie, pra Ditët e Mios, ka qenë jo thjesht një homazh për piktorin e madh të peizazhit shqiptar, por duket sikur kërkonte të nxiste piktorët që do ishin pjesë e kësaj kolonie për të shkuar në vendet ku kishte pikturuar Mio. Po bë pikë referimi emri i Mios, sepse diku duhet të kapet motivi. Mio është përfaqësuesi i artit korçar, jo se të tjerët janë në hije, por Mios i ka mbetur emri që ka bërë, domethënë, dhe diku do kapet si referencë. Por nuk mund të përgjigjem për ato fillesat e ditëve të Mios, sepse s'kam qenë kurator dhe as organizator, kam qenë thjesht pjesëmarrës. Dhe nuk mund të jap një përgjigje të saktë. Ai ishte, domethënë, i menduar që artistët e ftuar të vazhdojnë të shkojnë të pikturojnë peizazhin apo jo. Por mendimi im personal është që nuk duhet të mbetemi me patjetër të ato që ka bërë Mio të bëjmë kopje e Mio, se çdo kopje s'mund të bëhet asnjëherë ai që ka qenë, mbetet kopje. Mbetet kopje. Po. Mendimi im është që secili ta mbajë si bazë, por të bëjë pikturën e vet, jetë vetvetja, më saktë. Bylu Bashi, ajo çfarë më bën përshtypje gjatë gjithë kohës në ekspozitat ose edhe gjatë kryerjes së punimeve të tyre piktorët, më duket se piktorët shqiptar i qëndrojnë më besnik pjesës së pikturës, pra të peizazhit tradicional, ndërkohë që piktorët e tjerë, përfshi dhe ato shqiptarët që jetojnë në Kosovë, në Maltezi, në Maqedoninë e Veriut, jo, kanë diçka tjetër, trazojnë ngjyrat e vjeshtës dhe shkojnë tek abstraktja më shumë sa të meten tek peizazhi tradicional. Pse ndodh kjo? Çështje e shkollash apo çfarë? Jo vetëm çështje e shkollash. Çështje e shkollash sigurisht që ndikon shumë, sepse shkolla shqiptare është ndërtuar në baza të kësaj natyre të klasikës, dhe të themi portretin, peizazhin, kompozimin, po duke qëndruar gjithmonë i lidhur me natyrën dhe me njeriu, ndërkohë që shkolla e Prishtinës ka abstraktën, grafikën, domethënë kompozimin, anën kompozicionale të artistit, dhe jo peizazhist që dalin në natyrë dhe riprodhojnë natyrën. Prandaj ndodh ky kontrast midis piktorëve të Shqipërisë dhe atyre të Kosovës apo Maqedonisë dhe trevave të tjera shqipfolëse. Po, ardashtit korçar, kur vinë në përfundim të punimeve dhe shikojnë ekspozitën, ata me sa duket presin për të parë peizazhe më së shumti, por shikojnë diçka tjetër. Më duket vetëm ngjyra mbetet tek pjesa e vjeshtës. A e mirëpresin? Kanë njohuri për këtë lloj pikture, pra jo tradicionale, por diçka tjetër? Për të qenë sinqert, mos mund ta di se çfarë mirëpret, po çfarë pret nga diskutimet që po deri më sot unë s'kam dëgjuar në një reagim që të thotë dikush që pse s'ka vetëm peizazhe, po ka edhe këtë. Ardashi shkon në një ekspozitë dhe merr ngacmimin për asaj që i pëlqen. Nuk ka rëndësi motivi se çfarë është ekspozuar. Është një portret, është një kompozim, apo është një peizazh, pa çka se quhet Ditët e Mios, nuk do të thotë. Po pa nisur nga kjo pyetje edhe nuk kështu. Nuk unë personalisht mendoj kështu, që mund edhe mendoj se do zot dilte bukur që të ishin tani vetëm vjesht dhe peizazh, se do ishte diçka monotone, pavarësisht emrit që është ndryshe poshtë tablos. E qartë. Do bëj gjithta pastaj vetëm portokalli. Po gjithsesi unë jam për këtë që të ketë larmi.
që të ketë stile të ndryshme të pikturimit, sepse dhe ne jemi të ndryshëm si persona. Në fakt, kur bëni ftesën, Po. ju i njihni stilet Po. Unë e bëj qëllimisht. Unë e bëj qëllimisht që të ketë larmi. Pikërisht për këtë po të pyes. Po, unë e bëj qëllimisht që të ketë larmi të ndryshme të Pra ju sillni këtu piktorë të cilët kanë që të sillin diçka ndryshe. Diçka ndryshe. Dhe që fondi i galerisë të Korçës mos mbushet vetëm me peizazhe, por të ketë edhe larmi të tjera, të ketë edhe abstraktën, të ketë edhe një portret, të ketë edhe diçka tjetër, të ketë edhe një kompozim individual, sepse në fund të fundit ne si artist nxjerrim veten edhe në peizazh. E qartë. Edhe në peizazh shpirtin tonë do ta nxjerrim, pavarësisht se është një pemë. Dhe pemën unë e trajtoj ashtu si më do shpirti mua. Prandaj dhe jo se jam kundër peizazh, absolutisht jo, se dhe vetë jam një peizazhist, ndërkohë që jam edhe kompozoj. Por e mira është gjithmonë që një galeri të ketë një shumëllojshmëri tablosh. Në 4 ditët e qëndrimit të tyre në Korçë, piktorët janë të detyruar të bëjnë 2 punime, njëri i mbetet galerisë së artit dhe tjetri e merr me vete piktorin. Si kusht ashtu ka mbetur gjithmonë, kështu ka qenë ashtu ka mbetur që ekzekutojnë 2 punime dhe një prej punimeve i qëndron fondit të galerisë të Korçës, ndërsa tjetri në autori mund ta lërë dhe të dytën sigurisht, por që është drejtë e tij të zgjedh, e merr me vete apo e le aty. Ajo çfarë më ka bërë përshtypje, një pjesë e piktorëve ju i keni krijuar kushte brenda një atelie, pra tek qendra e artit dhe kulturës në Korçë, të cilët piktorojnë atje. Mund të kenë bërë një foto diku në rrugicat e qytetit Korçës, në qytet, në Dardhë, në Moskopojnë, në Bubasticë, dhe vinë dhe e realizojnë këtë foto e kthejnë në punën e tyre. Ka të tjerë që shkojnë në terren. Ju për cilët jeni? Faktikisht rrallë ndodh të këta që unë ftoj që të bëjnë një foto dhe ta ekzekutojnë në ambientin e punës, por ka dhe prej tyre që dëshirojnë të dalin në terren dhe e bëjnë. Domethënë nuk kufizojmë se çfarë do bëjnë, nuk është e kufizuar, domethënë është dëshira e artistit. Unë përpiqem t'i le sa më të lirshëm, sepse dhe vetë jam një artist që kërkoj lirinë dhe diktimin. A duhet të shkojnë në terren apo të qëndrojnë në atelie. Nuk ka përcaktim se ku do qëndrojnë. Ata zgjedhin vetë të shkuarje në terren apo qëndrimin në atelie. Kemi pasur si vjet një piktor nga Rumania, Mugur Popa, mori pjesë, do të thonë, kryesisht me peizazhin shqiptar. Me katedralen, pazarin e Korçës, rrugicat e Korçës, i trajtoi shumë bukur për mendimin tim. Dhe ka bërë një mori pikturash në këto pak ditë. Dikur rreth 40 punime. 40 punime në pak ditë që qëndrojnë në Korçë? Jo të gjitha. Jo, më falë se më duket e kam hasur edhe një aktivitet që është organizuar në Korçë, dhe u habita thash, po të tjerët, ai duket ka qëndruar edhe për disa ditë, pastaj në mënyrë individuale në Korçë? Ai erdhi 2 ditë para dhe iku 1 ditë pas kolonisë. Domethënë, pati edhe 3 ditë të tjera në dispozicion, që i ka shfrytëzuar maksimalisht. Pra ishte Korça ajo që e tërhoqi kaq fort? Sakt. Ai ka mbetur i mrekulluar nga Korça. Dhe ka bërë, domethënë, vepër jashtëzakonisht madhe për mendimin tim. Nuk janë të gjitha 40 tela, jo, se pati një blok akuareli, në të cilin ekzekutoi këto pikturat e tjera, 30 akuarele ka bërë atje. Domethënë, i mori spunton dhe frymëzimin pikërisht nga ajo që gjeti në Korçë. Dhe jo vetëm kaq, po dëshiron që të jetë edhe më shpesh. Një piktor, kur është në terren, duhet i qëndrojë besnik asaj çfarë shikojmë, apo? Nuk ka recetë në këtë rast, secili bën atë që ndjen dhe që dëshiron të bëjë. Por kur themi krijimtari, duhet të jesh krijues dhe jo imitues. Mendimin edhe ky, sigurisht nuk ka receta, nuk ka rregulla, nuk ka ligje në këtë rast, sepse atë që ne shohim në ditën e sotme mund ta bëjmë edhe me një aparat fotografik dhe nuk dihet se kush e bëri. Ndërsa një piktor domethënë sjell prurën e vet me atë që sheh vet dhe që ndjen. Ajo bën dhe diferencën që ne shpesh shohim një pikturë dhe themi, këtë e ka bërë ky artist.
edhe... Pse jemi në gjendje të dalim në përfundim pa autorin poshtë të shkruar, thjesht nga mënyra se si e ka realizuar Në shumë raste po. Ju piktorët apo edhe artdarësit? Dalim në përfundim Po varet se sa njohje kanë artdarësit prej autorit, sa kanë parë prej këtij autori. Domethënë nëse një artdashës ka pas shumë punime të një autori të caktuar, ai e dallon në krahasuar me të tjerat. Po kemi edhe shumë peizazhist pastaj ose më saktë shumë punime që nëse nuk ka lexojmë emrin poshtë nuk e dim se kujt është. Nga që janë tepër të ngjashme me njëra tjetrën dhe unë personalisht jam kundër kësaj. Domethënë kjo haset më së shumti tek peizazhi apo tek tendenca që kanë për të lëvizur më shumë piktorë? Te peizazhi haset shpesh, por edhe tek piktura abstrakte haset kjo. Domethënë ky fenomen që nuk dallohet tani kush është autori. Domethënë është e vështirë të krijosh një personalitet në art, që të jesh vetvetja apo që të kesh një farë firme apo një penelat që bie në sy prej gjithkujt dhe që dihet që është vetëm e këtij autori. Myluk Bashi, a ka kërcitje qoftë në një ekspozitë si këto të ditës së Mijës, pra abstraktja me peizazhin tradicional? A kërcasin apo rrinë mirë me njëra tjetrën? Në qoftë se ato vendosen në harmoni me njëra tjetrën, domethënë nuk ka asgjë të keqe sepse është dinamik, është larmi. Në qoftë se do shohim vetëm një peizazh, dikur do na krijojë një monotoni. Ndërsa në këtë rast syri lëviz prej kësaj në këtësi dhe natyra është ndërtuar. Dy lule nuk janë të njëjta. Një lule është ndryshe, tjetra është ndryshe dhe ajo është edhe domethënë larmia që sjellim edhe në ekspozitë ose përpiqemi ta sjellim. Gjatë këtyre ditëve të vjeshtës Korça ka patur shumë artistë të Penelit. Pra duket pas ditët e Mijës, para kolonia ditët e Mijës, në Kolonjë, në Maliq, fillon pra nesër, ka Pogradeci, kishte Korça pra piktorë janë të njëjtët me stadium që ishin edhe në Korçë dhe që janë tashmë në Pogradec. Pse ka shumë piktorë në juglindje të vendit? Vjeshta është më interesante, më dinamike? Vjeshta e Korçës është vërtet shumë e bukur, dhe pse vjeshta e artë, quhet kudo vjeshta e artë, po vjeshta e Korçës nuk e di se si ka diçka ndryshe. Për shkak të shumë llojshmërisë së bimëve apo edhe qyteti ka vishe të një vjeshtë interesante? Ndikojnë të gjitha për mendimin tim, edhe vetë ajri i Korçës është më i kthjellët, më ndryshe, nëse do krahasonin ajrin e Tiranës apo edhe të Korçës. Në Tiranë ndoshta është i mjerkullt dhe në Korçë është i kthjellët, i qartë, ndoshta edhe kjo ndikon. Drita e vjeshtës, lartësia ndoshta ku ndodhemi ne në 850 metër, edhe aty natyra ndryshon. Vjeshta, Vjetkuqi, Boboshtica, Dardha. Kush e ka vjeshtën më interesante? Edhe Polena është shumë interesante me plepat e saj që marrin vërtet atë ngjyrën e artë. Shumë piktorë vjen. Ti lëviz apo të pëlqen për ta sjell ashtu, siç është? Unë përpiqem të sjell domethënë atë që shoh, por në mënyrën e trajtuar si fatos. Domethënë të mos jetë ajo që është gjithkush, por të jetë diçka ndryshe dhe secili të shoh atë që është. Thënë ndryshe, nuk imitoj atë që shoh, por sjell emocionin asaj që shoh. Fatos, ju jetoni në Gjermani. Aty trajtohet peizazhi ashtu tradicionalisht siç e kemi ne apo ka ajo çfarë po diskutojmë së bashku? Trajtohet, po jo me kaq intensitet. Jo me kaq intensitet. Trajtohet edhe atje, por si gjithçka evoluohet. Domethënë lëvizin njerëzit. Kush ka dëshirë të trajtojë peizazhin e trajton edhe sot sigurisht. Interpretuar gjithmonë. Dikush tjetër e kthen madje edhe më romantike se sa është. Duke e parë me notat e veta. Por përgjithsisht në Gjermani trajtohet kompozimi, domethënë i vetë autorit. Abstraktja, po se po, edhe pse unë e shoh të lodhur artin abstrakt, apo dhe atë emërimin. Në që kuptim e shkoj të lodhur? Po, lodhur sepse është diçka që nuk është më aktuale. Domethënë,
thuhet ajo fjala arti bashkëkohor, që nuk përcaktohet, se është quajtur bashkëkohor edhe para 70 vjetësh. Po, është e vërtet. Dhe tani nuk e di më se ku është kjo bashkëkohorësia. Edhe ngatrojnë gjërat për mendimin tim tani, abstrakti, me surrealizmin. Ju ku keni dëshirë të mbeteni apo tek? Unë jam një eksperimentues. Nuk kam përcaktime. Guxon? Nuk kam përcaktime shinash që do qëndroj tek kjo shinë, sepse asnjë nuk kam dëshirë që të bëj të njëjtën gjë. Është një lloj si të këndosh të njëjtën këngë, domethënë me të njëjtën melodi, po vetëm teksti ndryshon. Pra, edhe në pikturë dhe në skulpturë guxoni? Gjithmonë më pëlqen të provoj të lëviz, që mos mbetem në të njëjtën temë, në të njëjtën shinë, në të njëjtin stil. Mendoj se është gjë e mirë të lëviz, sepse si jemi sot, si zgjemi sot, nuk zgjemi nesër. E qartë. Fatos, do të ndalojmë pak për një hapësirë reklamet, ne do rikthehemi përsëri në studio. I lutem regjis, kalojmë tek një hapësirë reklamet, jeni duke ndjekur emisionin Konak në televizionin Sot 7. Sonte në Konak jemi me Fatos Bylybashin, piktor, skulptor, i cili prej vitesh jeton në Gjermani, por Korçën e ka kudo me vete, madje vjen shpesh edhe për familjen, por edhe për miqtë të tij artist. Reklam dhe rikthehemi përsëri në studio. Në qendër të Tiranës, Emerald Mall & Residence sjell për ju brendet më cilësore në një destinacion të vetëm. Hamleys, dyqani më i vjetër i lodhrave në botë, Spar, Komodita Home, GoTech, Rossmann & Lala, Gamma Home Decor, Cowboy Candy Store, Euro 1.3, Shio Krem, dhe risia jon më e re, mbi 100 dyqane me shumicë dhe pakicë për të përmbushur të gjitha nevojat tuaja në katin -1 të qendrës. Emerald, where shopping is fun. Adresa Rruga 5 Maj, Tiranë. Cool up, cool up, cool up, cool up, cool up, cool up, cool up. Get it, 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 get it. Missy in this doing you ain't never seen. Cool up, cool up, cool up, cool up, cool up, cool up, cool up. Nga të gjitha pamjet e mia, ndihem më e bukur me stilet natyrale. Tafti i ri Aloe Boost me aloe vera. Për stile natyrale dhe me pamje të shëndetshme. Schwarzkopf Taft Aloe Boost për çdo njërin nga ju. Kur ju zgjat më shumë, aks me efekt që zgjat 48 orë. Kush, ato tjera ta, si eksat e mi, prej që ndove për ty në shumë ma mirë po Nina. Kristosen! Kristosen tjetër. Do ikim në latitude sot? Sa në kishe premtuar. Argëtim për të gjithë familjen. Latitude, bounce, climb, fly. Shkencëtarët e njohur, Zoti Petersen dhe Delaroche, kanë zbuluar se çka i bashkon shqiptarët. Është vetëm vatani që i bën bashk të gjithë. Vatani i bën bashk edhe Edin me Albinin. Bashkon dhe Vjosën me Ibrën, Tiranën dhe Prishtinën.
Jemi kthyer në studio, jeni duke ndjekur emisionin Konak këtu në televizionin Sot 7, sonte në Konak jemi me Fatos Byllybashin, piktor, skulptor, korçar i njohur, por jeton në Gjermani. Fatos, aty më thatë që merrni me diçka tjetër, jo drejt për drejt me punimet tuaja në piktur apo në skulptur, sepse nuk keni kohë, sepse puna që bëni ju han më shumë kohën tuaj apo ju merr me saktë? Kushdo që ka jetuar shtetit e di që nuk është e lehtë të jetosh me art të mirëfillt. Pasi edhe pse do të doja që të ishte kështu, është tepër e vështirë. Njerëzit artëdashës dhe aty janë, po aq artëdashës edhe këtu. Por nuk është më ndryshe se këtu, që të vinë dhe të blejnë gjithçka që ofrojmë ne artistët. Domethënë, ata ndoshta vinë, e pëlqejnë, por mbetet në ato kufit e kënaqësisë që i dhuron ana pamore dhe jo se janë të gatshëm që ta blejnë pikturën. Dhe kjo është bërë dhe shkak që unë të shoh alternativa të tjera. Po për fat unë kam rastësisht kam qëndruar në këtë profilin e bërjes të monumenteve dhe përmendoreve, ku jam për ditëve të para nisa të dizenjoja, edhe gëdhëndje guri kam bërë se më të ishte teknika e gëdhëndjes së gurit, që ne nuk e njihnim, fatkeqësisht për asaj kohe. Vinim prej Daltës dhe Çekiqit dhe atje ekzistonin frezat, apo që kanë pneumatik, gëdhëndje me rër, dhe ka pasur teknika të kësaj natyre që më lehtësuan, domethënë, gëdhëndjen në granit, aq sa mund të thuash më duke graniti si gips. Kjo më të roj që faktikisht që qëndrova në Gjermani, pasi s'kisha ndonjë ëndër të bëj Gjermania shteti im i dytë. Dhe gradualisht pash interesin e klientelës në punimet e mia, në modelet që bëja. Dhe kështu shtuan dhe kërkesat, po edhe rezonanca duke patur sa më shumë klientel, momentalisht në gjithë Gjermanin, në Zvicër, Austri, pjesërisht edhe në Francë, dhe kam bërë emër në këtë fushë, pasi ishte një vakum. Ka patur vërtet gurgëdhënës dhe dizajnator, por askush nuk binte prej artit, nuk ishin artist, ishin thjesht zanatçinj, thënë ndryshe. Dhe kjo më krijoi mundësinë që atje të shpalosja talentet e mia, po gjithmonë duke i qëndruar te fusha e dizenjimit. Kthehesh në shtëpi. Aty si ke këto pajisje, po ke diçka tjetër. Në shtëpi janë pasaj të tjerat, që e folëm edhe pak më përpara, është nostalgjia, është familja, shoqëria. Jo, që fjalën tek pjesa e pikturës. Kur kthehem në shtëpi atje ku jam, atje pastaj vazhdoj me ëndrrën time që kam patur prej fëmijë. Pra nuk është një që flen, jo, është zgjuar gjatë gjithë kohës. Absolutisht jo, nuk mund të flej sepse ai është pasioni, është nuk mund ta quajmë hobi, se hobi është diçka tjetër. Po është pjesë e jetës, arti është pjesë e jetës. Unë edhe ndërkohë që merrem me diçka tjetër, me mendje krijoj tablo ose figura skulpturale. Domethënë është si një poet apo shkrimtar që edhe kur ecë një udhëtim me tren ndërton poezinë apo shkruan vargjet. Edhe pse në tru. Edhe ju. E njëjta. Pavarësisht se jeni në ultim, mendja juaj është atje. I njëjti fenomen. Ruani punimet tuaja të hershme kur ishin nxënës në liceun tek Tatash Kokoço? I ruaj edhe me fanatizëm madje, dhe i kam ruajtur gjithmonë, faktikisht, shumë prej tyre më kanë humbur. Po jo humbur, domethënë që nuk di se ku ndodhen, po i ka marrë dikush tjetër që unë nuk e di se në çfarë adresa kanë përfunduar. Por ato që keni? Ato i ruaj edhe i kam në shtëpi. I shikoni? I shpesh. Madje i kam kornizuar dhe i kam edhe në përmura. A
që në qoftë se do ta ribënjë edhe një herë do ta bëjë ndryshe apo jo, ke qejf ta lesh ashtu. Që i përket një kohe tjetër, por që është realizuar për jush. Thënë shumë saktë. Më pëlqen të jeta që është se vitet tona janë të ndryshme, ne ndryshojmë edhe vetë si njerëz, koncepti ndryshon. Është më mirë të jetë ajo që thash pak më përpara, mos të mbetemi në të njëjtën tonalitet, por të ndryshojmë dhe të sillim diçka të re të momentit ku jetojmë. E qartë. Pra, i lutem regjis, kalojmë te një blok me punime të Fatos Bylykbashit, ose po. Fatos, e komentojmë së bashku. Ky punë Kjo është një këndë e bërë në Gjermani, faktikisht. Është i ngjashëm me alabastrin, nuk është shumë i sert, sigur, punohet relativisht lehtë, dhe këto janë ajo pjesë që e punimeve të mira, që thamë, ai koleksioni i punimeve private që nuk janë burime tesa. E qartë, po. Vazhdojmë? Gjithashtu dhe kjo është një prej këtyre skulpturave të bëra atje për në vazhdimësinë e krijimtarisë time personale. Pra nuk është punim pra për të siguruar të ardhurat për vetën tuaj. Jo, asnjë prej këtyre që shohim asnjëri prej këtyre. Asnjë prej këtyre nuk është pjesë. I lutem, kjo është në keramik apo në? Kjo është dru. Është dru. Dru dardha. Se kisha po. Dru dardha. Interesant. Edhe këto? Këtu është granit, një figurin graniti, që gjithashtu është pjesë e krijimtarisë. Ju i keni ekspozuar, janë kërkuar, apo jo, nuk? Nuk kam ekspozuar asnjë prej tyre, të gjitha kam vetëm në ambientet e mia private. Se nuk e di pse, po kur kam provuar fillimisht të ekspozoja në Gjermani, e shija që ishte reagimi pozitiv, por nuk ishte që doja unë të ishte. Dhe prej atëherë kam e qërdor nga këto ekspozimet edhe ekspozitat private, apo vajtit në për galeri, sepse kam parë që me artë mirë fillt nuk sigurojt jetesa. Atëherë, po kjo punim duhet? Edhe kjo punim i tillë është, madje këtë ka një miku im, është arkitekt. Interesant. E vlerëson edhe sot, sa herë takojmë ma përmend, që e ka në krye të vendit. Po, kemi punimet të tjera, kemi. A kjo është pikturë, Po, një pikturë me pastele vaj, është ndërthurje, pastele vaj dhe ngjyra vaj. E keni bërë gjatë ditëve të kolonisë? Jo, kjo është punuar në Gjermani. Është punuar në Gjermani? Është punuar në Gjermani. Po, mundemi? Kjo është në Sharë, në malësinë e Sharit, është punuar, kam qenë i ftuar në Tetov, në koloni artistike, gjithashtu, dhe mora atë ngacmimin nga natyra e malësisë të Sharit, një natyra mrekullueshme. Një aset i Jo, kalojmë mbetemi tek ajo piktura që kishin pak më përpara, po këtu. Ngjyra që kërcasin me njëra tjetrën apo rrin mirë sipas kompozimit tënd. Ishte vërtet ky ngacmim që mora atje, sepse atje ishte një kontrast i tillë, çuditërisht. Dhe unë u befasova se deri sot s'kisha parë diçka të tillë në malësitë që kam shëtitur. Okej. Ishte diçka tepër e veçantë. Vim tek piktura e radhës. Po? E kjo është relativisht e freskët. A kjo është e freskët? Para 2 javësh isha i ftuar në Deçan, dhe këto janë Bagmali, domethënë malësia e Rrugovës, atje ku ishëm në një resort, dhe është pikërisht ngacmimi është marrë direkt nga ajo që shihja, por jo bërë në mënyrë imituese apo fotografike. Pra për t'i mbetur besnik asaj çfarë po shikojmë atje. Për të dhënë emocionin atjeshëm. Domethënë atë emocion që unë përjetova atje, përpiqem ta ndaj edhe me thjeshta ka ngjyra të ndezura, ngjyra interesante, shumë të mrekullueshme. Këtu Korç pak, e? Po kjo është Korç dhe bërë në koloninë artistike të 2023-shit. Kitara aty si për treguar se? Ai kitara është një kitarë e dhimbshme, faktikisht. Në qoftë se ta shohim, bishti i kitarës është
lakuar nga tendosja e telave që vajtojnë atë zbrazjen e Korçës prej rinisë dhe një teli këputër prej dhimbjes të mërgimit, sepse Korça vuan prej mërgatës. Ndaj dhe është rruga e gjatë që iken aty, apo? Ato janë rrugicet e Korçës të trajtuara në atë mënyrë, domethënë që janë duke u tretur, si të thuash, kujtimet e fëmijërisë në Korçë, sepse të gjithë kanë tendencën momentalisht të largohen. Një fenomen shumë i dhimbshëm, por që është realiteti i Korçës. Kur vjen kështu, çdo ditë më shumë, po thua që e shikon Korçën të zbrazur? E dhimbshme, vërtet. Domethënë, shpesh më duket si filmat e Hitchcockut. Aq e zbrazur është sa nuk e besoj që është Korça. Kur e kam lënë Korçën, ka qenë bulevardi Gumëzhin, ka qenë plot, me rini, me njerëz të qeshur, me njerëz të ja, pra Fatos, iket ju. Sigurisht, unë jam pjesë e tyre. E fra? Pa dyshim që edhe unë jam një prej tyre. Po, i vetmi ndryshim ka qenë të unë s'kam ikur as pak ikje. Sepse vjen shpesh. Jo, nuk ka qenë as synim ikje, që po iki dhe mos ja shoh më bojën, le të themi në fjalë brutale Shqipërisë. Jo, as pak, unë kam shkuar të shoh botën në sy, se ne kemi qenë të izoluar. Të izoluar, e vërtet. Dhe të ecur për të parë botë. Ndërkohë, kalojmë te një punim tjetër? Kjo është pasi një kompozim i vitit. I atij viti është i 92-shit faktikisht. Po, 92-shit. Po. Ai trajtimi im i jetës, i marrëdhënieve të jetës, i universitetit jetësor, ku lindja, vdekja, lufta janë trajtuar, syri që vëzhgon gjithçka që ndodh, paqja që triumfon në qendër dhe që është trajtuar në figurën e femrës në një qëllim të gjelbër. Se dhe gjelbra është simbol i paqes, i qetësisë. Po, ecim? Nudo? Po, nuk është nudo faktikisht, është trajtuar, domethënë njeriu është shpesh atë që... Jo, ashtu merdhi. Po. Kjo është një punim në koloninë artistike në Suarek në vitin 2016. Po Suareka është vend ku ka lëvruar gjithmonë vreshtaria. Dhe njihet për verë të mirë Suareka, dhe atje kam trajtuar pak a shumë verën si të themi, si atë gralin e shenjtë. Po grali i shenjtë është gjithashtu edhe femra. Domethënë, simbolikisht. Dhe i kam ndërthurur të dyja, verën dhe femrën. Po? Po se, diçka për të dhënjet. Vera është femër. Po. Është për të shijuar. Po? Edhe kjo një kompozim është simbolik. Të gjitha ato që shihen këtu janë simbole. Po të trajtuar të gjitha në një tablo. Edhe kjo është një femër që vjen prej dheut dhe po ta shohim nga poshtë, fillon me ngjyrat e errta dhe shkon e materializohet prej gurit në materien e mishit dhe simboli i fluturës, simboli i përjetësisë që në këtë rast janë syzet dhe shumë simbolika të tjera që më është më mirë të shohin vetë edhe artashtet. Po, sepse kur ne i shpjegojmë në artistët, unë mendoj që s'është mirë. Madje unë jam edhe kundër titullit, vënies të titullit, sepse ai të kufizon. Domethënë shikuesi nuk kufizon titulli, se detyrohet të shoh atë që i kam imponuar unë. Kështu e le hapur dhe secili le të shoh atë që dëshiron. Të dalë në përfundimin e tij. Ecim me një pikturë të radhës. Edhe kjo është një pikturë e punuar në koloni, në Prishtinë përkatësisht. Barë të rëndë pas ka marrë përsi. Janë ato emocionet që njeriu fiton aty për aty dhe që i hedh në telaja. Është ajo që thash, që unë lëviz, ndryshoj, nuk dua që të qëndroj, domethënë atë që bëra dita bëj edhe nesër. Okej. Kemi të tjera?
Po? Edhe kjo është po atyre ditëve. Domethënë ka qenë bashkë. Marrë dhe Një ngjyrash fatos në punimet tuaja. Edhe ajo është ndjesi, ngjyra është ndjesi faktikisht. Një lloj si për muzikanti nota. Po? Edhe këto janë trajtime pastaj të tjera. Kam patur një cikël për 30 punimesh, domethënë ku trajtoja femrën parë nga një tjetër këndvështrim. Domethënë jo patjetër tani parë si erotik, po sjellja e bukurisë femërore në këndvështrime të ndryshme. Kjo ngjyra e shile? Edhe ajo është po ashtu simbolike e saj paqes edhe mënyra se si është vendosur kjo femër ashtu pra ky punim duke shijuar paqen. Edhe lakuriqësia është sinqeritet dhe paqe. Ecim? Po, nuk e di. Regjia? Po kemi. Edhe këto janë trajtime të këtij cikli. Domethënë, mbetemi te ai cikël ku ishim. Trajtimi I figurës së femrës në këndvështrime të ndryshme. Po? Kjo është punuar para 3 vjetësh, e gjitha është po ashtu simbolike ndërthurur. Edhe këtu kemi një figurë femre, madje këtu është edhe Jezusi, që u kthye në mjellmi. Por në kam trajtuar jo si përdhunus, po si një. Domethënë në figurën e femrës kam ndërthurur edhe mjellmën, që të dyja u ndërthurën edhe prej mitologjisë. E qartë. Po? Përsëri një në vazhdimësinë e ciklit që pata pak më parë, domethënë trajtimi I femrës para pasqyrës që dëshiron të jetë sa më shikoj hiret e saj. Po. Vazhdojmë? Edhe kjo diçka e tillë është. Që unë zakonisht kam dëshirë t'ja u le shikuesve për ta komentuar. Ta komentojnë sepse po ne jemi në studio sot. Po, sigurisht. Ne lejohet pak të marrim me vetë edhe komentin tënd. Sigurisht jap edhe shpjegime. Të gjitha ato kuadrate janë edhe kuadratet e jetës që shpesh interpretohen sipas momentit, sipas dëshirës dhe ajo është një sfiduese e atyre e kornizave ku mundohet shoqëria ta vendos. Po, kalojmë. E këtu kam bërë portretin e një shkrimtare që jeton në Milano. Laura Oldashi quhet, ka botuar deri sot 3 vëllime, 3 libra. Dhe u përpoqja të trajtoj portretin e saj duke shprehur në të edhe krijuesen, shkrimtaren. Nuk e di se sa shihet atje, po dhe flokët kam trajtuar si fletët e librit. Po, shikoj, po, është vërtet. Jam përpjekur. Pra kanë formën e faqeve të librave. Mora ngacmimin nga leximi I romanit të saj të parë. Dhe atje thash, domethënë te trajtova pastaj edhe vetë autoren, Yra, si të thosh në botën e autores. Ajo e ka parë këtë punim? Ajo e ka në shtëpinë e saj. Ajo ka në shtëpinë e saj këtë punim? Po. Besoj që po është shumë I rinjose. Këtu është një kolege nga Prishtina, kjo çuditërisht punon me të dyja duart një lloj. Dhe e trajtova, shihet edhe në tablo, që është trajtuar me të dyja duart, në çdo dorë ka një penel, dhe është edhe nga natyra është sfidante Albana. Ecim? E kuqe këtu. Po, shpesh jam edhe do t'i qëndroj tonaliteteve pa përdorur patjetër ngjyrën që si kontrast. Është një kuqe e tëra ku unë luaj pastaj me të qeltat dhe me të errëtat e të kuqes, po në tërësi është vetëm e kuqja. Këtu pastaj është vallëzimi I 2 të kundërtave që janë në harmoni. Nëse e shohim. Qartë. Jo tani për nga narracore, po është gjithashtu simbolike. Ashtu si vepron edhe yin yang.
errësira me dritën apo është portreti i një mikeshe në Tiranë. E trajtova kështu se më dha një ngacmim ndryshe nga të tjerat. Po gjithashtu edhe këtu shihet që unë lëviz, domethënë nuk jam i njëjti. Ecim? Kjo është e njëjta, po pak ndryshe. Pak një kënd tjetër. Po. Vazhdojmë. Edhe kjo është një vajzë studente e cila më pëlqeu për atë finesën, për atë feminitetin e brisht dhe mendova ta trajtoj. Edhe këtu mora frymëzimin për një vajzë që sot i shohim rrallë, rinin të jetë zhytur mes librash, dhe mora ngacmim pikërisht për saj për ta vënë në qendër të tablos, duke vënë edhe atë shenjë të rinë, që në këtë rast është simbolikisht kryqi, por Zoti thotë se ka të bëjë me fen, por shenjtëria që mbart një libër, që mbart bota letrare dhe përgjithsisht universi që ne thithim prej librave. Po? Me një të dillën e spont. Kjo është një poete autodidaktë, kuptoj se profesionistë nuk ka, jeton në Suedi, dhe në botimin e vëllimit me poezitë të saj e përdori për kopertinë. Pa çka se unë nuk u nisa për ta bërë kopertinë. Unë doja thjesht portretin e saj të hedhja në tablo. Dhe botën e saj të brendshme të hedhja në tablo. Gjithashtu i rikthehemi përsëri temës të librit që po humb dhe që është po aq e dhimbshme sa dhe fenomeni i braktisjes së vendit. Lërgimit, po. Ky është një portret i një bashkëshortës të një miku tim. Po? Kemi tjera? Në Gjermani. Ndoshta keni edhe më shumë. Po ashtu punim në një prej këtyre simpoziumeve artistike. Sepse ma shpesh pjesë, si është thash, një peizazh i bërë në Gjermani. Këtu është ai është kështjella e ati horroristit të famshëm. Po është ati afër vendbanimit tim, edhe më ngacmoi. Ky është një punim i hershëm pastaj, Grënia në Kock, i vitit 89, me sa mbaj mend, me të cilin kam marrë dhe çmim të parë në ekspozitën Pranvera që mbaj në aso kohë. Ka qenë një ekspozitë që mbaj tradicionalisht në Korçë. Jo, por me bëri përshtypje pra tendenca dhe mënyra se si ti e ke trajtuar. Kur më the vitin 89 thash si ka mundësi që ka zënë vend aty. E për këtë arsye domethënë mbeta pak. Vajzat me Argavan madje kam titulluar. Edhe kjo është një trajtim i asaj natyre, domethënë një atmosferë krijuar prej kockë. Pulbarda, diell. Edhe kjo? E këtu është pastaj legjenda e Dorontinës dhe Konstantinit. Dhe kjo me Kockë? Po, Kockë. Por nuk do të trajtoja aso kohë Konstantinin si ilustrativ me një kalë që fluturon, por se një fantazmë, sepse në fund të fundit ajo ashtu shfaqet. Po. Mujo dhe Halili që janë trajtuar aso kohë përsëri. Po flasim gjithmonë para largimit tënd nga të gjitha janë të këtij viti, domethënë bëra një ekspozitë personale me to. Po. Don Kishoti i famshëm i Cervantesit. Edhe ky trajtuar në mënyrë stilizuar, balerina. Ka qenë një seri e tërë me Grënia në Kock, që unë e solla jo si artizanat, po si të trajtuar artistikisht. Po. Duket këto janë edhe purimet e fundit që
Fatos na kishe bërë gati. Si u ndjeve duke i parë edhe njërë tjetër? I rikthehesh për t'i parë? Po, ato i rikthehesh shpesh, sepse dhe i kam edhe në shtëpi, dhe gjithmonë i shoh. Po, edhe kur i rikthejmë kujtimeve, janë si detaje të një ditari. Që shohim, më kujtohet edhe ku isha, me ke isha, çfarë biseda kemi bërë, domethënë, është si ditar, kjo punë. Edhe kur shohim një peizazh, më kujtohet, a ka rënë shija të ditë, me ke isha, po ashtu, çfarë, pa ka shumë, sigurisht, të gjithë ditën, po që është ndjesi e bukur. Fatos, në Korçë prej disa vitesh organizohet, tani nuk duat të më bësh kritizerin, por duat të pyes drejt për drejt. Kur ju thatë që, domethënë, pra puna juaj është edhe për monumente, për gjërat e tjera, skulptura, pajisjet, veglat aty, nuk është thjesht një çekan edhe një dal për të kryer sa punime qoftë atje. Prej vitesh organizohet simpoziumi Skulpturat e Parkut. A mund t'i mendonit ndryshe këto skulptura ju, në qoftë se do t'ishit ju kuratori i këtyre punimeve? Vendosja, domethënë vendosja... Jo nuk po them tek vendosja, pra, punimet e realizuara për gjatë gjithë këtyre viteve, a mund t'i mendonit pak më ndryshe? Kuptoj, po ajo varet me një mesazh ndryshe? Kuptoj, po varet gjithmonë prej autorit që ka realizuar. Nuk mund t'i themi autorit do bësh këtë, sepse ne nuk e dimë se çfarë është ai në gjendje të bëjë. Unë mendoj se në qoftë se do kërkoj diçka e tillë, duhet parë ai që ftohet. Duhet parë vepra e tij para se të ftohet. Domethënë në qoftë se qyteti i Korçës nuk pajtohet me atë lloj skulpture, parku, duhet pastaj duhet marrësit, le të themi, të filtrohet zgjedhja. Jo, ju vetë. Unë personalisht për më shumë për tyre nuk më ngrojnë, nuk më krijojnë emocion. Unë shumicën për tyre e shoh me sy kritik, sepse vetë mendoj që do kisha bërë diçka ndryshe. Por kjo është e problemi, që janë autorë të ndryshëm dhe nuk mund të themi që ta kishte bërë kështu do ishte më mirë, sepse ne themi gjithmonë ato që duam ne, si individ. E qartë. Po dhe vendodhja nuk më pëlqen sepse ato humbasin njëra tjetrën, ose ju thoni që mund të ishin më mirë, rinë më mirë, të shpërndashin në qytet, por edhe në park, qofshin? Ka gjithë këto rrethrotullime. Atëherë, a mos ndryshojmë edhe dhojën e punimit në varësi të vendit ku do ta vendosim? Po ndodh dhe kjo ndodh. Dhe është ndodh domethënë jo vetëm në aspektin e skulpturës, po dhe një ndërtesë e bukur, apo edhe diçka tjetër. Varet vendi ku është. Varet se ku do të merr dhe vlerën, ndoshta merr vlerën 2 fish ose ndoshta zhvlerësohet për vendodhjes. Unë mendoj që nuk i takon artit skulptural, sidomos që ti jetë i hedhur në një kapic të asaj natyre që se nuk janë arka me patate që po shesin këtu domatet të patatet. Pra ju mendoni që mund të rrinë më mirë të vendosen? Nuk mund të studiten ato në atë grup. Sa është një grup i gjithi që punimet janë të ndryshme. Të ndryshme, se cili ka atë dinamizmin e vetë dhe shpesh me njëra tjetër nuk harmonizohen. Nuk rrinë mirë. Nuk rrinë mirë, dhe jo vetëm kjo, po veç kësaj edhe bazamenti ku janë shtruar, është punuar me ato pllakat e gurit që krijon edhe ajo një kakofoni dhe një zhurmë. Në qoftë do ishte më e qetë, domethënë podesti ku janë vendosur, do ishte më ndryshe, sepse syri nuk di ku të shoh më përpara. Atë shoh ato pllakat që janë vendosur atje, që janë ngjitur, atë shoh skulpturën majtas djatës apo atë mbas asaj. Domethënë është një zhurmë që truri nuk arrin t'i kap secilin më vete dhe ta analizojë vetëm atë. Dhe do thoja që në gjithë të shesh pushime ose rrethotullime që ka Korça, do qëndronin shumë më bukur, nuk e di arsyen pse janë të gjitha në një vend. Fatos, kur vini në Korçë, keni miq për të ndarë kohën e qëndrimit tuaj? Pra kur them miq, kam parasysh krijuesit, skulptorët. Miq, thuaj se të gjithë artistët në Korçë kanë miq, edhe më vjen mirë që jam mik me secilin prej tyre, pa patur me askënd dikë ndonjë farë kontradikte apo diçka artmbetje të dikurshme, jo, gjithmonë kemi qenë në harmoni me njëri tjetrin dhe i takoj me dëshirë më të madhe. A të pyes pak shkurt për përgjigje të shkurtra.
Vangjushmio për ju? Vangjushmio mbetet një peizazhist që i ka dhënë Korçës vlerë dhe ka vënë një emër i cili nuk mund të zbret shpejt. Nëse shkoj tek Tushi? Gjithashtu dhe ai është një nxënës shumë i mirë i mirës. Ndërkohë Dembo? Po ashtu nxënës i mirës që në disa prej punimeve ka sfiduar dhe mian vetë. Nga skulptorët, cilit do të veçonit në Korçë? Nga skulptorët, tani, Paskali ka lënë veprat, faktikisht këtu që janë më me emër, por ka lënë edhe Ilia Gjano, Skënderbeun, te stadiumi Skënderbeu, vepra e ushtarit te Varezat e dëshmorëve, është me sa di unë vepër e Avni Bilbili dhe Ilke Zhanos, janë domethënë të dy autor, skulptor. Vladimir Kaçaku. Në Infrashri është vepër... Ilja Gjanos gjithashtu. Po. Me sa di unë është Ilja Gjanos. Dhe i Bilbilit apo? Nuk jam i sigurt, por që i këtyre autorëve. Pastaj Vladimir Kaçaku mund të them se është një prej skulptorëve më të mirë të Korçës. Lazetilis do të harrojmë, që ka bërë dhe ai një sër veprash me vlerë. Piktorët e rinj që nuk janë të pakët. Në gjykimin tuaj, guxojnë apo i kanë mbetur besnik tradicionales? Dikush i ka mbetur besnik tradicionales, dikush që të guxon dhe kjo më pëlqen, se kjo është një larmi. Dhe është kjo që unë e ceka edhe pak më përpara, që është mirë. Për mendimin tim është gjë e mirë që të kemi një larmi dhe të mos kemi kopje në njëri tjetrit. Fatosu, nuk e dinja se ju ishit nga Shqipëria e epërme. Nuk po them, por po them nga Dardania. Ndej i keni rënjët? Po. Dhe veç kësaj jam edhe i lumtur që jam i lindur dhe i rritur në Korçë. Je i lumtur që je lindur e pikërisht në Korçë. A shkoni shpesh në Shqipërinë e epërme? Shkoj shpesh edhe e ndërthur madje me ardhjen në Korçë. Domethënë shpesh shkoj atje fillimisht dhe vi këtu ose dhe Anasilltës. Korça për ju është? Vendlindja për gjithkë është vendlindje. Domethënë nuk krahasohet me një të dytë. Dialektin korçar e keni, kështu? I keni mbetur besnik? Unë përpiqem të flas letraren, me thënë të drejtën. Por? Po letrarja është e ndikuar prej toskerishtës. Fatosi ishe shumë kënaqësi që të kisha në konaksonte. Faleminderit gjithashtu. Faleminderit pafund. Faleminderit për ftesën. Edhe unë kërkoj ndjesë për kohën që të moraj për angazhimet tuaja. Me kënaqësi. Faleminderit pafund. Me kënaqësi. Faleminderit. Pra, këtu kemi përfunduar edhe për sonte emisionin Konak sonte. Në Konak ishim me Fatos Bylukbashin, piktor, skulptor, korçar, me rrënjë nga Shqipëria e epërme, siç ka dëshirë të thotë edhe vetë Fatosi, por edhe unë, në atë pjesë të Dardanisë, por prej vitesh jeton në Gjermani, është kurator prej 3 vitesh i kolonisë së piktorëve Ditët e Mijës në Korçë. Padyshim kolonia më madhe që organizohet me të gjithë piktorët në shkallë vendi. Nga unë Torin Froku, natën e mirë.